Nuk mundem me besu që këto flokë nuk janë stilume, po janë thjesht të thame me tharse. Edhe kjo fal keratinës që kam bë para 48 orësh. Këto ishin flokët 48 orë me keratin, hina mula përdore shampon edhe balsamin e Silkit që t'i leshin flokët si më ndafsh, edhe one ju betohem nuk kam përdor asnjë produkt tjetër për flokë, sepse dosha me pa realisht a funksionon si keratin dhe ati man but edhe të shëndetshëm pa ndikimin e produkteve tjera, kështu që shifeni domethënë në momentin që une isha tu i tha, nuk dosha me besu që nuk ma formu asnjë kaçurrel. Me ju thanë drejtën, ka menu se shndritja e flokëve ka me ik mas lamjes të parë, por shifeni, i ka dhënë kaq shumë shnet, janë realisht më ndafsh. U krehen super kollaj mas dushit edhe ishin të buta, nuk kam fjalë. Shkodër ka ra super shije dhe keratina ka lej edhe testin e shiut, sepse flokët e mi janë super të butë edhe nuk janë basi lesh si gjithmonë. Imagjinoni me dalë prej dushit kështu. Çfarë flokë shnjana. Hajde drejtojmë flokë bashkë me keratin. Tash kam e himula dhe kam e përdor shampon e Silkit për me pastru skalpin mirë edhe do vazhdoj mandej me procedura tjera. Kam i terë flokë 80%. Gjithsesi proces më ka zgjat diku 4 orë, kështu janë flokë të para, si lesh. Let's get started. Procesi i aplikimit keratinës ishte shumë i lehtë, nuk ishte as aromë pa këndshme as kur gja. Aty thotë që ti djej sy gjatë aplikimit, por mu nuk më ka nollu personalisht si eksperiencë. Gjithsej, aplikimin tan krytin më ka marrë diku te çerek oret edhe ka qenë shumë e thjeshtë sepse keratina ishte holl edhe çdo fije mund të mu lag shumë kollaj. Komandohet që mu përdor mask edhe dorca, por siç ju thash unë s'pata nevojës për mask, as nuk më dogjen hunt as syt as kur gja, por dorca duhet sepse ti ashpërson duart. Personalisht më doli fix një kuti, po kam pa vajza që kanë flokë më gjata edhe i ka dalë një kuti, kështu që ndoshta kam përdoron më shumë se duhet. Funi krejham u siguru që keratina ka depërtuar të çdo çime e flokut. Mrapa përdora pelikulën edhe kam e majt një gjysore. Presim 30 minuta. Tesh po i terë, nuk e di se si kanë mu terë me thon drejtën, me setting të këto. Kja ishte pjesa më torturuese sepse vonoshin shumë mu terë, por ja vlen që se flokë të rinj shot. Të djekun syt shumë e kështu, në kohë që jetu i terë dhe bëhet e bezdishme, po one nuk kam një kur gjatëshi, ose one nuk jam sensitive mjaftushe. Të proces merr seriozisht 1 orë, i herë kjo pjesa e thamjes, kam ju marrë shpirtin. Shumë e vështirë mi thonë, ndoshta që kam përdor shumë produkt. 8 deri në 10 herë për sektor, dhe sektori duhet mi marrë të vegjël. Duken qiri drejta dhe e mira është me pas asistencë. Unë pjastrën e vuna në 190 gradë dhe kam marrë sektoret vogla që i kam ra me pjastër 8 deri në 10 herë. Pas krym procesi duke si e palame, por ja vlen sakrifica. Mrapa janë qiri të drejta. Okej, herët e tjera s'kon me najt kaq drejtë, me kaq pa volum, por shifeni so shumë më rinojnë i herë duke si beb. Nuk e di. As një fije e elektrizume. Për 35.000 lekë soban, menoj që jasë super vlenë, gjithsesi do kthehem edhe do ju bëj një update masit lahem se si kon me mnajt. Duhet mi lan 48 orë pa i lag edhe pa i kap me lilce, maksimumi me kapse, po prapse prap nuk sugjerohet. Keratina shampon e balsamin e gjeni tek Silky Essence edhe unë menoj që jasë super vlenë, që se po i men, kanë me mnajt kështu për 6 muaj. S'ma ka marrë mendja që floku ka me mdal kaq i shnëritshëm, me kaq jetë edhe kaq i butë, sidomos me një produkt kaq ekonomik që mundesh me e bë në kushte shtëpie. Kur ti kena kursy vetit shumë leka shumë kohë, shifeni sa bukur duk. Besoj që transformimin e flokëve të mi nuk e shoh vetëm unë, po e shihni edhe jo. Tash para se marr verë dosha me dhan flokëve pak më shumë gjallënie dhe vendosa me bë disa trajtime flokësh. Trajtimet e flokëve i banë te Beauty Bajeta që nollet afër spakut edhe o zot i madh, kishin kaq shumë shërbime edhe vendi ishte kaq estetik, so shumë ka pëlqyer. Ishte shumë minimalist edhe vajzat ishin shumë shoqnueshme. Që më pëlqej shumë ashijeta, mori kohën e saj dhe bani një konsult me mua që më njoft tipologjinë e flokut tem, edhe un po i tregosha hallin që kam me flokun e ullnyrshëm, edhe si fillim vendosi me bë detoksi. Detoksi është mreti për heqjen e papastërtive të flokut. Edhe ndjesia e freskisë që t'jep është mrekulli. Masi skalpi u bë xhit, kaluam te pjesa e botoksit. Botoksi ishte ajo gjaja me xhixa sepse është me pluhur diamanti dhe me acid hyaluronik. O zoti mos sa i mirë ishte dhe floku nite shumë i bukur. Në që po priça botoksin, por isha tu usian nëpër sallon edhe o zot puna nuk mbarote kur, mashallah. Ne përdorme këtë masken virale 10 minutin e fundit, quhet Net Mask që aktivizohet me përplasjet e durve. O zot i madh, sa super teknologji e mirë është kjo. E kam pas super shumë edhe u habitat që një sallon në Shqipni e ka këtë. Në këtë moment realisht më dukte sikur nuk kam flokën kry, kaq të lehtë kisha kryten, kisha dash me uni gjithmonë. Trajtimet e flokëve këtu kishin çmime super ekonomike, gjithashtu bëna 1 milion gjana tjera si make-up, depilim, çerpik, vet llathaj, çdo gjë. Që nuk e dini, trajtimi i botoksit nuk ka se ka një
kohë zgjatjes sa arrin shkëlqimi, thjesht hin në thellësi të flokut dhe e riparon atë deri mbrëm. Në shtresat e fundit, domethënë. Ka pëlqyer shumë si eksperiencë, normalisht do kthehem me ba dhe trajtimet e tjera që kishin. Qa eksperimentit për bëj flokëve këtë rallë, normalisht që lisazh brazilian. Pavarësisht se pamjet par duket si keratin, nuk është keratin, përkundrazi është shumë ushqys për flokun, edhe në Francë preferohet. Unë kam dy shoqe që i bëjnë rregullisht dhe shnedi dhe gjatësia që i merr floku i tyne sa herë bëjnë lisazhin, unë nuk kam fjalë, është e pabesueshme. Edhe dola në kafe me te, edhe thash çka kanë flokë tu që janë kaq mrekullueshme, tha thjesht lisazhi, edhe të nesërmen lash takimin. Edhe çe ku jena? Si fillim lahet edhe thahet kryt me shampo që janë apostafat, mandej vetë solucioni që është fiks për lisazh brazilian dhe i merr në Francë është 100% e vërtetuar. I bjen me pjastër disa herë, ka të teknikat e veta dhe shihni flokun tem mas procedurës ose ti ma çfarë mrekullie. Unë thjesht i thash s'ka gjatë nëse s'mrin drejta, mu mjafton me dhënë shnedin që i ka dhënë shoqeve të mia, edhe kjo është lamja jam e parë, sa çfarë mrekullie, ta shihni si ka nejt. Deshti këtu jam te java e dytë ose e tretë, edhe mas i kam përdor langun e çeps, edhe shihni prapë rrin qiri drejta, për një shokohem çdo rrallë. Përpos faktit që flokët duken shumë matrash, kanë marrë një shkëlqim, krehen shumë kollaj, edhe më ka pështu jetën sepse nuk kam nevojë me i stilu, po thjesht dale kurume gjithsesi. Nëse s'do i kisha të shoqe që i bën rregullisht, edhe unë do kisha pas dyshimet e mia, po mbas të eksperiencës tyne ja vlen totalisht. Një produkt i ri që kam fut në rutinën time të flokëve dhe që kam pa ndryshim qysh me herën e parë është Betana Oil. Për sa i përket flokëve, un kam përdoruar rregullt e vajit kastorit derisa provova Betana Oil që mu duk si një miksim i shea butter, domethënë me atë hidratimin që të lën gjalpi shea, por njëkohësisht me benefitet që ka edhe castor oil, domethënë një miksim i tyne dyjave në mënyrë perfekte. Vaji i batanës të stimulon rritjen e flokëve, daljen e flokëve të reja, por për çanifet më shumë të është riparimi i majave dyshe, por njëatu ne fokusova shumë aplikimin tek pjesa e fundit të flokëve. Shumë njerëz kanë pasur që e përdorin edhe si moisturizer për pjesën e thatë të lëkurës, gjithashtu e kanë pasur që ndihmon shumë edhe me zbogthin. Unë këtë pjesën e zbogthit nuk mundem ju vërtetu, por mundem ju tregu shkëlqimin që kam pas flokët e mi mas përdorimit të Betana Oil, nuk kam fjalë. Unë e kam marrë 3 orë në flokët të kreshin shumë kollaj pa pas nevojë për produkte shtesë. Edhe pjesa e fundit e flokëve nuk ishte më aq e ashpër, pavarësisht se floku jam ashti holl, unë prapë do e provoj dhe do ju updateaj për vazhdimsi. Betana Oil 100% pure edhe raw gjeni vetëm te Glowy Skin. Jam në procesin e heqjes të gërshetave. Kam filluar çyshtje në orën, nuk e di sa. Mund të them konkretisht në orën 8:30, edhe kam vazhduar deri një natë. Kam heq vetëm kaq dje. Ndërkohë që sot jam tash 1 orë dhe kam heq vetëm 3. Life is beautiful. Sepse mund të shme ikën punë, mandej në punë nuk musha mi ba. Kështu që sot duhet me hek se s'bën se nesër pas natës kam shku në punë prapë. Gjithsesi të lajmëroj për vjushmërinë. Ora është 4:01, jena mas 1 orë dhe kam hek vetëm 5 copë. Por s'ka që se jena drejt përfundimit gati më kanë me kja pjesa këtu. Si thët mami midisi edhe anat. Është ora 6:16, unë ko vazhdoj me pa filma. Edhe këtu jena deri tesh. Kena dhe pak kohë, se ka normalit për ta. Dhe cishin të mi të mtu shumë flokë dhe që më pra. Ora 7:03 edhe kjo është gjendja, kena dhe pak. Në kohë në 8 më tutë më kanë të shpjen shoqeve. Kam edhe mula. Kam vetë edhe shumë pak. Jena të hek të punit. Edhe jam shumë e lodhe, jam qysh në 5. Jam qysh në 2 ora është 8. Kam edhe mula. Edhe më falni, who are you? Kja është gjendja. Nuk e di të më farë, nuk e di si një copë e madhe leshit. Edhe nuk e di. Wow, sonësh. A thuma mirë këshu janë. Nejse, të shka mi la, isha për mi henu i flokëve se nuk kam shumë ka më marrë me ta. Gjithsesi, kështu është gjendja përfundimtare, ta për ju të regaj edhe mas dushit. Bëj një kështu i herë, që ta kem kujtim se
Për momentin duken flokët super të poshtënaqshëm sepse është kja gërsheti që I bën u duk skandal. E di që çam të bëju duket e çuditshme, por kjo sipas studimeve të fundit është në mënyrat më të mira për me nxit rritjen si dhe me ndalu rënjen. Por dosh dihet që unë e dashuroj dyshen pump të coasterit. Jam lame ta kam dezinfektu dermarollerin edhe kam hap ampulen vital të coasterit. Kjo të ndihmon shumë për parandalimin dhe ndalimin e rënjes si dhe nxitjen e flokëve të reja. Vera është e tmerrshme për me ra flokët, kështu që unë thash po I dal punë para edhe po I pshtej këto qyshe flokësh që kam sepse vjet kam kanë tollat gati. E aplikon gjysën ampuls në tan skalpin, mandaj merr dermarollerin edhe në vende ku I të përdor dermarollerin fillan në aplikon ampulen avash avash. Dermarolleri bën mikroshpime në mënyrë që ampula me të përtu sa më thellë dhe që me bë funksionin e saj në maksimum. Ampulet nuk të lajnë as ngjesi unë-rosjet as kur gjë. Bile kishin ngjesi freskiet edhe me dermarollerin ishin super kombinim. Gjithsesi shumë njerëz e bajnë pa dermaroller edhe unë e kisha sugjeruar me provu një herë pate edhe me pas se si e ndini flokët. Kështu duken flokët e mi super gjatësh, na I çëm, bye.